Pas plot 17 vjetësh, nesër në stadiumin e Bashkimit në Kumanov, sërish në një ndeshje e kampionatit të ligës së parë, do të përballen Bashkimi Vendas dhe kampioni në fuqi, klubi i futbollit Shkëndija. Për tifozët Vendas dhe jo vetëm, ky duel i dy skuadrave që gjenden në pjesën e epërme në renditjen e tabelës ka zgjuar interesim të madh, ndaj edhe pritet që në tribunat e stadiumit të pranishëm të jenë një numër i madh i tifozëve. Skuadra vendase në këtë ndeshje do të zbres pas dy disfatave të njëpasnjëshme në Kavadar nga Tikveshi 3-0 dhe ndeshja e javës së 15 kundër Struga Trimlum 6-0. Bashkimi me 6 fitore, 4 barazime dhe 5 disfata, aktualisht mban pozitën e 5 në tabel me 22 pikë. Nga ana tjetër, ekipi i Shkëndijës të hënën kundër Rabotničkit regjistroi fitore në 10 sezonale dhe me 3 barazime e 2 humbje mban pozitën e 3 me 33 pikë kundër Rabotničkit në Tetov. Futbollisti Klisman Cake para seancës së fundit stërvitore para ndeshjes së nesërme kundër Bashkimit në Kumanov u shpreh optimist se ekipi i tij do të japë më të mirën e mundshme. Besoj se skuadra do jetë gati, është ndeshja e fundit për ne në këtë gjysmë sezon për kampionatin, pasi di që kena edhe 2 lojat e Europës. Po besoj skuadra do të jetë gati, do shkojmë Kumanov, na pret një ndeshje e vështirë, po do shkojmë ta mbyllim si duhet dhe me nder këtë gjysmë stinor. Shkëndija për të mbajtur hapin, për të mbrojtur titullin kampion nga Kumanova, duhet të kthehet me pikë të plota. Caki thot se janë më të përgatitur se në ndeshjet e tjera që nga Kumanova të kthehen me rezultat pozitiv. Për momentin e shoh skuadrën më të uritur se ndeshjet e tjera, dum ta mbyllim me sukses këtë gjysmë sezon edhe dum të vazhdojmë garën për titull. Ndeshja Bashkimi Shkëndija luhet nesër në stadiumin e Bashkimit në Kumanov me fillim në orën 13, ndërkohë që të dielën, po në orën 13, takohen Rabotnički, Sileksi dhe Shkupja Pëbrera, ndërsa java e 16 mbyllet të hënën me ndeshjen që do të zhvillohet në Gostivar mes Arsimit dhe Pelisterit, që është edhe ndeshja e fundit e sezonit vjeshtor në ligën e parë.